Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Rabb, nahmaduka wa nashkuruk wa nastahdika wa nastaghfiruk wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjalla Shanuhu wa Gjalla Gjalaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi, ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në nëhijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjalal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wa salam, duke i u lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që aj me mëshirën e vet neve si gjunahkar për azapit të gjahenemit të nashpëton, Gjennetul Firdausin nasib të naban. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në nëhijen e surës së bekuar, suratu Ali Imran, e posaçërisht në nëhijen e ajetit që përcolla para jush, inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minut nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Gjalal që frimarjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Gjennetul Firdaus të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjalal ju spjegon muslimanve prej në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e derisa të ekziston jeta në këtë nënqiell, besimtarët e vërtet do të sprovohen, besimtarët e vërtet do të provokohen. Andaj Allahu Dhul Gjalal ju drejtohet generatës së parë, po kja jetë vlen për mbar njerëzit ku do që jetojnë dhe kur do që jetojnë, dhe thot letublavunna fi amwalikum wa anfusikum, ju do të sprovoheni në pasurinë e juaj, po edhe në veten e juaj. Çka do të thot do të sprovoheni? Do t'ju merret pasuria në përkëmb, do t'ju uzurpohet pasuria, nga pasuria juaj do të detyroheni që t'i bani ballë zullumit të zullumqarëve, do të kërkohet rishfeti, do të hahet kamata, do të bëhet zullum ndër njerëzor, e sidomos ndaj muslimanëve. Pra sprovat në pasurinë e muslimanëve janë të lloj-llojshme. Ne jemi dëshmitar sot e kësaj dite që pasuria e muslimanëve është marrë në përkëmb, pasuria e muslimanëve është uzurpu, xhamiat e tyre janë ronu, ndërsa sot nuk lejohet të ndërtohen ati ku kanë qenë më parë, ndërsa kishat e tyre si kërpudha bin në çdo skaj dhe në çdo buxhak të qytetit, ati ku s'ka pas kur një herë, sot mund të shofish një kish, ati ku s'ka pas as një herë, mund të shofish një tjetër, ndërsa ati ku kanë qenë xhamit historike 500 vjeçare, kanë qenë të ndërtuara, janë rënuar dhe nuk mund të ndërtohen. A nuk është kjo sprov? Po normal është kjo sprov. A me kaq? Jo. Wa fi anfusikum, do sprovohen edhe në vetvete,
do të maltretoheni, do të burgoseni, do të vriteni, do të raskapiteni, do t'ju merret nderi në përkëmbë, do të keni frikë që fëmijën e juaj ta lironi të del prej shtëpie. Në moment tash për tash ne jemi në gjendjen sikur në Palestinë. Subhanallah, atje në Palestinë nuk dihet, fëmiu kur del prej shtëpie e përqafon nona për herë të fundit, sikur se mo nuk do të kthen, nëse kthen mirë, nëse jo u kry puna. Kështu pra, wa fi anfusikum, edhe në vetvete. Wala tasma'un min alladhina utul kitab, dhe do të ndëgjoni nga ata të cilët kanë pas libër më parë, pra nga jehudët dhe të krishterët, wa min alladhina ashraku, dhe nga mushrikët e pa fe, edhe në këthira, do të ndëgjoni fjalë të rënda. Subhanallah, pra do të sprovoheni në pasuri, do të sprovoheni në familje dhe në vetvete, dhe do të ndëgjoni akuza të panumërta dhe akuza të pa baza. Wala tasma'un min alladhina utul kitab, i ka nda Allahu Dhul Gjalal njerëzit asaj kohe në ehli kitab dhe në mushrik. Pra ehli kitabi, ata që kanë pas Teuratin dhe ata që kanë patur Injilin, pra jehudet dhe të krishterët që llogariten si fetar. Pra ato janë njerëz që kanë pas pejgamber, dhe janë njerëz që kanë besu pejgamberin e tyre, edhe pse besimin e tyre kanë deviju, me gjithato ndaj muslimanëve kanë qenë armiq të përbetuar. Subhanallah, dhe vazhdojnë të jenë jehudet dhe të krishterët. Allahu Dhul Gjalal muslimanëve ju ka tregu në Kur'an, dhe po të mos ndodhin këto ndodhi, atëherë njerëzit do të dyshonin në Kur'an dhe në fjalët e pejgamberit, që s'ka gjasë të ketë dyshim. E çka ka thonë Allahu Dhul Gjalal? Ka thonë: "Walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Mos mendo se ndonjëherë do të jenë të kënaqur jehudet ose të krishterët me ju o musliman, derisa nuk bëhni ju si ata. E kur do bëhni si ata, atëherë s'ka problem. Kur ju do mendoni si ata, kur ju do folni, do hani, do pini si ato, kur ju do vesheni si ata, megjithato nuk do t'ju besojnë në fund, nuk do t'ju besojnë përsëri. E di pse? Do të kenë frikë se do të thonë këta e kanë lënë fen, ama përsëri janë musliman. A di çka? Deklarohu se nuk je musliman. E kur deklarohet një njeri të thot unë nuk jam musliman, përsëri nuk e besojnë. E di pse? Renki, nuk e ka ki me të vërtet. Edhe ata që janë bot atyre, vëllezër të dashur, edhe ata që janë bot shërbetor të atyre, edhe ata që janë bot argat të tyre në histori, kanë pësu disfat. Andaj, ata që janë mashtru, thonë ndrysh ata që janë shit për ta në histori, kanë dështu. Andaj njëherë një musliman ish bon shpianin një shtetit që e ka okupu, nga se musliman njëherë kanë qenë sundimtar të vetvetes. Ju e dini, deri në fund të khilafetit Osman, musliman kanë qenë sundimtar të vetvetes, e pastaj janë bo banor të përkëmbër në përkëmbë të armiqve. Edhe çdo herë armiqt kanë kërku argat të vetë, çdo herë kanë kërku njerëz që t'ju shërbejnë atyre. Tjerët i kanë maltretu, i kanë persekutu, i kanë burgos, i kanë shpërngul me dhunë. Mirë po, çdo herë ka pas argat të shitur të tyre, dhe njoni ish bo shumë i sinqert ndaj tyre. Kish desh të bohet si kur ata, dhe kish punu vetëm për ata, sinqerisht. Por në fund e diçka e kish gjetë. Në fund pasi tjerët i vrasin, i mbysën, i shpërngulin, mbetet vetëm ai shpiuni. E kur mbetet vetëm ai, ata vendosin çka të bëjmë me këtë. Tash kim musliman, por ka punu për ne. E çka të bëjmë në fund? A di çka? Than muslimant dashurin më të madhe e kanë të mbesin shahid. Muslimant, ama ajo është për muslimant e mirë. Muslimani don të vdes shahid për Allahun Dhul Gjalal. Këtë trajtu në këtë formë dhe thanë, pra dhuratën më të mirë që mund t'ja japim këti, një plumb në balë. Dhurata më e mirë. Në fund, mbas gjithat i shërbimi, e bon shahid si pas atyre, që një plumb balë në shkon shahid. Dhurata më e madhe e këti. Zoti na rujt për vëllezër të dashur. Andaj Allahu Dhul Gjalal thot: "Wala tasma'unna min alladhina utul kitab." Ju do të ndëgjoni nga ata të cilët kanë pas libër, pra nga fetarët. Wa min alladhina ashraku, dhe nga jo fetarët, pra mushrikët, idhujtarët.
Andaj vëllezër të dashur, sot muslimant provokohen nga jo muslimant, pra nga jehudët e krishterë, po për fat të kesh provokohen edhe mes vete. A dini pse? Se janë largu binarit, janë largu katalogut. Muslimant janë përqarë dhe të tjera të shfrytëzojnë përqarjen e tyre, edhe ata përqahen ndonjëherë, por kur është në pyetje muslimant, kur janë në pyetje shqiptarët, ata bashkohen. Ata kanë mundësi të bashkohen, kurse bashkimi për ne është absurd. Ne s'mund të bashkohemi. Subhanallah, katastrofë. Përqarjen ton ata e shfrytëzojnë. U përqahen çuditën dynjë. E bon si e bon u pajtuan. Edhe pajtohen dhe vinë në përfundim që në komunat ku rrezikohet kandidati i tyre si Maqedonas, ata bashkohen di parti me kushtje të mos vijë shqiptari në pushtet. Pra kanë mundësi të bashkohen ata, ndërsa ne duke pas parimin kuranor, duke pas urdhrin e Allahu dhul Gjelal, i cili thot wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u ndahni, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum, dhe mos u zihni mes vete se likshtohni dhe ju humb era burnis. Ju humb era burnis dhe mos ju ka frikë askush. E atëherë çka do të bëjnë me ne? Do të bëjnë sikur ujku me kinxhin. E çka ka bë ujku me kinxhin? Ujku pinke uj më nalt në vij. Kinxhi pinke uj më poshtë atje. Edhe ujku i thon te kinxhit, ej, ke kujdes, mos ma turblo ujin. Subhanallah. Mos ma turblo ujin. Kinxhi shkret atje poshtë morti. Ti zotërie duke pi atje dhe ti ke gjasat ma turblosh mu, jo unë e ty. Jo, ti je duke ma turblu ujin mu. E di pse? Se unë jam më i fortë dhe them çka du unë dhe unë akuzoj dhe ti hesh. Pra, këto janë duke bo me ne si ujku me kinxhi, në vëllezër të dashur. Nga vjen kjo vjen nga mos zbatimi i fjalëve të Allahu dhul Gjelal dhe të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pra e kemi të qartë që Allahu dhul Gjelal dhe të ndëgjoni fjalë, akuza të rënda, do t'i bëjnë vetë dhe ja ulon juve, dhe të rëblojnë ujin vetë dhe ja ulon juve në çdo aspekt. E rrugdalja wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmi al-umur. Por rrugdalja o Zot, rrugdalja nuk është duke thi kerrat, rrugdalja nuk është duke thi xhamat, rrugdalja nuk është duke bë zullum mes vete, por rrugdalja është në organizim të mirëfillt, me udhëheqësi të mirëfillt, që çdo punë, çdo vepre dikush t'i prin nëse ka nevojë. Ajo kështu, house, nga se domin përsëri e paguajmë ne, vëllezër të dashur. A ditë kur protestonin Maqedonasit dhe ju mshonin policis, ato rishin sikur nuk kanë mundësi të bëjnë kur farsendi, sikur nuk kanë fuqi, rishin. Ndërsa kur protestun tjerët, ata u aktivizun me njëherë, si që dini vetë. Për fat të keq nuk duhet ju hi këtyre trazirave, po nën hijen e këtij ajeti kuranor duhet të mësohemi vëllezër të dashur. Ata masin me di arshin, kur protestojnë bitë e tyre, i rrin pasiv. Kur protestojnë tjerët, janë shumë aktiv, me arsye se dje nuk ishin kon përgatitur. Për ata të vetët nuk kishin kon policia përgatitur, ndërsa kur protestojnë shqiptarët, përgatiten me njëherë. Edhe u kryje, di pse? Se nas kemi bab, na nuk kemi udhëheqës, ne dalim vetë vetiu. Ande ju kisha lutë të mos bim në pre, të mos bim në ndikim të euforis, po gjithmonë t'jemi të mençur, t'jemi strategjë, dhe punët tona t'i bëjmë me mençuri, se për ndryshe qojmë ujin në mulli të tjerve, vëllezër të dashur. Andaj, wa in tasbiru wa tattaku, po që se ju duroni, ne kemi spjegu dhe ju e dini, se durimi është dy lloje, durimi është dy forma. Njoni është durim aktiv, njoni është durim pasiv. E çka do të thotë durim aktiv? Me duru, me pregadit, me duru deri sa të plotësojnë kushtet dhe sa ta shohë se në çdo hap ki me dal fitus. Ajo me dal ashtu, jo me dal në këtë formë e me dështu. Pra vëllezër të dashur, wa in tasbiru wa tattaku, dhe nëse e keni frikë Allahun, dhe nëse punët i bani për hir të Allahut, nuk i bani për hir të poenave të juve, por i bani punët për hir të Allahut. A merret do një hap në mesin ton për hir të Allahut?
A shifni, a ka ndonjë punë në shesh në mesin ton që të thuhet këtë punë e bëjmë për hir të Allahut dhul xhalal? Jo vëllezër të dashur, për hir të Allahut s'ka këtu pari. Prandaj ne mos bëhemi viktim, mos bëhemi ne viktim e mendimeve të jo të përgatitura, jo të pjekura. Ndërsa duhet me ditë mirë se ata nuk pushojnë. Ata nuk pushojnë duke mendu keq për ne, dhe ne nuk duhet të pushojmë dhe nuk duhet të pauzojmë duke mendu për vetveten dhe për popullin ton dhe për fëmijët tan dhe për rinin ton, vëllezër të dashur. Pra Allahu dhul xhalal thot va in tasbiru. Pra këtu nuk është qëllimi me ndet, dur kri çka duan të bëjnë tjerët. Por durimi ka një kuptim tjetër. Edhe takvaja është e qartë, me pas frikë Allahun dhul xhalal. Çdo punë me bë për hir të Allahut, duke pas parasysh se ti si musliman ki me u sprovu. Nuk ka gjasa muslimani të mos provohet. A dini kush nuk sprovohet? Ai që nuk e ndin veten musliman, ai që jeton ndryshe jo si musliman, ai nuk sprovohet. Nuk ka pse të sprovohet. Ndërsa muslimani gjithmonë sprovohet. Sprova vërteton imanin e tij. Allahu dhul xhalal thot: "E hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" A mendojnë njerëzit të thonë jemi musliman edhe të lihen qashtu të lirë e të mos sprovohen? Jo vëllezër të dashur, duhet jemi të përgatitur për sprova të lloj-llojshme, si që jemi duke u sprovu shumë herë, si që jemi duke u sprovu në trungun ton musliman, e sidomos në ato shqiptar me sprova të ndryshme. Por unë lusë Allahu dhul xhalal që Allahu dhul xhalal neve çdo vështirësi të na lehtëson. Nga provokimet e provokatorëve Allahu të na shpëton. Lusim Allahu dhul xhalal neve zemrat tona të na i pastron, zemrat tona mes vete të na i bashkon. Nëse nuk i pastrojmë zemrat tona nga xhelozia ndërvëllazërore, nga hajnia ndërvëllazërore, nga hajkmarrja ndërvëllazërore, atëherë jemi bë mjeti të tjerëve dhe ato bëjnë eksperimente siç janë duke bë. Kanë bën dhe janë duke bë eksperimente në trungun ton, vëllezër të dashur. E shohim me sytë e ballit. Mendoj se për këto fjalë as pak nuk keni nevojë, por e kam për detyrë që të kyçem në këtë problem dhe duke komentuar sadopak këtë ajet të madhështor kuranor që Allahu dhul xhalal na bën me dije se do të sprovoheni gjithmonë, dhe kur sprovoheni dini se ju ekzistoni. Se kur nuk do të sprovoheni, atëherë mo ka mbaru. A di pse sprovohemi? Se na ekzistojmë, se ne si muslimon jemi këtu pari e ata s'mund të na durojnë. Andaj gjujnë me gur. Kur do të bëhemi parazit, Zoti na ruaj. Kur nuk do të mburet rinia jonë me islam, ato e kanë frikë, ato e shohin. Ata e shohin me dy sytë e ballit se rinia e tyre ka dështu. E kur e shohin se rinia jonë es përpara, mundohen ta pengojnë në çdo formë. Më të freskët dhe më të qartë kemi mësim besimi në për shkolla. Kur e panë se vetëm muslimanët kanë interesim për mësimin e landës fetare, e ato të tyre nuk kishin interesim, çka bën? E ndërprej. A di pse? Tha ne të paguajmë që të mësojnë muslimanët fenë e tyre? Jo, edhe e largun. Pra e largun mësim besimin. Pse? Duke pa se ata nuk janë të interesuar. Edhe çështje të tjera, kur e shohin se ata nuk kanë përparsim, nuk kanë me çka të lavdrohen, atëherë e hudhin fajin te ne. Mirë po ne jemi të bindur se kur na sprovojnë, kur na provokojnë, kur mundohen dhe na mundojnë, kur na burgosin, na persekutojnë, na vim në përfundim se ne ekzistojmë. Nga se vëllezër të dashur, druni thot, ai gjun dikush me gur. Druni thot askush nuk i gjun me gur. E di pse? Sa i s'ka frit, ai s'ka kokra. Po druni thot për çka vlen? Ai vlen vetëm për t'u pre, për t'u largu, o për të bërë dënim mjet ose për zjarr. Ndërsa druni njom që ka kokra, ati gjithmonë i gjuhet me gur. Pra derisa na gjujnë me gur, na jemi mirë, elhamdulillah. Dhe nuk duhet të dorëzohemi, as të likshtohemi, por duhet të vazhdojmë rrugën me kusht që të bashkohemi mes vete dhe ta kemi çdo punë për hir të Allahut dhul xhalal. Dhe ndihmën kryesore ta kërkojmë nga vet Allahu dhe Allahu na ndihmoft. Lusim Allahun dhul xhalal rinin ton në islam ta udhëzon. Plotëve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të samurit ton t'i shoron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i mëshiron. Mbar muslimanëve në rrezullin toksor Allahu t'ju ndihmon
ndërsa zullumqtarët, kriminalet mes vetet I shkatron. Nga azapi xhehenemi të na shpëton, Jannetul Firdausi nasib të na bën. Ela in ahsana al-kalami wa ablaga an-nizam. Kalamullahi al-Malik al-Qadir al-Aziz al-Allam. Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil kalam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا. جودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا. قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا. ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح متوجا. قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا. ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح متوجا. جودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا. جودي سحائب فرحنا وسط الورى مطر البشائر صافيا متجددا واروي النفوس سعادة ومحبة كالفجر إن ضم السماء مغردا. ولتبعثي فرحي لأمي وأبي ولإخوتي فيض الشعور مرددا. هذه شهادة فرحتي وبطيها حلم تتوج بهجة وتخرجا. ولتبعثي فرحي لأمي